teknikisht kjo është arrit. Edhe nuk mundet në vazhdimsi bëja ta mbaj Kosovën në masa shtrënguese në cilën vendit e ke fundit humb, për shkak se Kosova ka një qeveri të rast papërgjeshme. Tashti kthehemi dhe analizojmë politikisht se qytetarët nuk e kanë ndëshkuar, nuk është arritur efekti. Unë besoj që në parim efekti është arritur sepse megjithatë ka një mesazh në këtë drejtim. Mesazhi është shumë i qartë në rast se vazhdon me politikat njëjta nga kushdo që është kryeministri i jashtëm i këtij vendi, i bën që masat mund të jenë edhe më të mëdha sa kaq. Pra kjo nuk garanton që heqja e tyre graduale nuk garanton që do të kthehen kushtrim. Kjo është e dyta. E treta ose diskreson. E treta, siç e dim, rregullat në Bashkimin Evropian flasin shumë qartë, shumë lehtë vendosen masat, por është shumë vështirë të largohen sepse ka shumë procedura që ndiqen votimet mes 27 vendeve anëtare e kështu me radhë. Por nëse e përmbledhim me një detaj kështu pak më të qartë, unë e shoh që në terren efekti i këtyre masave është arrit, vendi ka humbë biliona, vendi ka humbë shumë mundësi të marrëveshjeve ose të projekteve me Bashkimin Evropian në këtë rast dhe politikisht në arenën ndërkombëtare kjo edhe është evidente. Përpos kësaj ne jemi në masa, e kujtojmë këtu edhe çështën e Këshillit të Evropës që kemi humbë si mundësi, edhe ajo është një rast i humbur, edhe ajo është një efekt që është arrit. Pra politikisht dhe më shumë se kaq, unë nuk e besoj që BE-ja është e gatshme të bëjë diçka në raport me Kosovën, pra një vend në cilin synon ta ketë në xhirin e saj, ta ketë brenda. Dhe Bashkimi Evropian në politikat e saj nuk është që ta dëmtoj dikë, por i farforme ta vetë disoj që rruga që po ndjek është gabim dhe që rruga e saj është tjetër. Kështu që unë shumë shpresoj që qeveritë e ardhshme do ta kuptojnë mirë këtë mesazh dhe këtë vendim që ka pas efekt dhe do të veprojnë ndryshe kushtrim, nuk ka tjetër dilemë. Të pyes zotin Seferi se Seferi nga Gjermania është fuqia kryesore e Bashkimit Evropian duke mos e anashkaluar edhe Francën, sepse është bashkëdyzimi i madh franko-gjerman. A kanë qenë drejta sanksionet edhe si e pa paralajmërimin e zonës Kallas, që e ka një lloj qasje pak më ndryshe, edhe ndoshta e ka një sensitivitet me Kosovën pak më ndryshe e referuar prej ardhes saj, do të thotë shtetet e Baltikut, edhe trajtimi, qasja me Rusin, edhe përqasja në raport me Ballkanin që e ka një kërcënim që vjen nga një shtet si motor i Rusisë. Me thot drejtën, ne e shohim këtë pak më ndryshe. Dhe me thonë për çfarë janë ato masat. Kosova tha se janë për ngjarjet që kanë ndodhur në veri, ndërsa ne i shohim se ngjarjet që kanë ndodhur në veri kanë vë një sovranitet Kosovës, janë burgosur disa kriminal, edhe e njëjta gjë do të ndodhte edhe aty ku jetojnë. Kjo është e para. E dyta, unë besoj se gjithë jemi të pajtimit se në të kaluarën, dyshja Borrell Lajçak kanë ardhur prej shteteve që nuk e kanë njoft Kosovën. Edhe rrjedhimisht Spanja, Slovakia, po. Sakt. Edhe rrjedhimisht ato kanë qenë me automatizëm një lloj anti-përparimi të shtetit Kosovës. Ne keni parë kështu përqasjen e Borrellit edhe Lajçakut, se shumë kush shembull e shihte që ata dy si figura politike të shuara, sepse kanë qenë që dy ministrat jashtëm, kanë mundur eventualisht, nëse kanë qenë të involvuar, që ta ndryshojnë qëndrimin edhe ta bëjnë Slovakin të lëvizje përpara për Kosovën ose Spanjën eventualisht. Po kjo nuk ndodhi. Jo, kjo është e kundërta. Shtetet përpara kemi pas Borrell Lajçak, të cilët kanë ardhur nga dy shtete që